Foto, e ke shumë drejt. Unë kam një praktik. Në rast se ka të dhëna se fotoja është fake ose dokumenti është fake, absolutisht unë me një reheq, e kam theksoj. Qytetari digital funksionon me një burim. Siç funksionojnë shumë media në botë. Ka disa që nuk funksionojnë me një burim, funksionojnë me 2 burime. Qytetari digital funksionon me një burim. Çfarë kishte tani priti minutë? Çfarë kishte aty tani, të lutem? Aty kishte Vangjush Dako, a u burgos për të shkuar tek Velia, u burgos për të shkuar tek Velia. Është e vërtet kjo. Është e vërtet që u shtruan në spital Dako se i mjoftonin 4 ditë për të shkuar tek Velia, është e vërtet. Pastaj e kishin tepruar se nxirrin ajo fotoja kur pash më vonë se ishte një video intimiteti me Shqopin, e hoqa me njërë. Brenda burgut? Brenda spitalit burgut, nuk e di se ku ishte ajo, po atë e hoqa, unë se nuk merrem ato punë. Në çështje intimitetesh nuk merrem.